Po, paraprakisht për mi stopu çdo infeksione, personat që përgatitin ushqim duhet me qenë të shëndosh, duhet me ditë si mi la durt, dhe me thonë, edhe kuzhina me qenë e pastër, leckat të cilat pastrohen enët, po edhe fshihen tavolinat, duhet t'jenë të ndrohen shumë shpesh, para shumë vite që pa të mboni emision me ato për shpuzat e enëve. Shumë mirë ta ritheksor, sepse ndoshta dikujt i ka ikë informacion. Shpuza, po e them tamam si i themi edhe në shtëpi, të cilën e përdorin për pastrimin e enëve. Ma spjego pak, shumë pak ditë mund të qëndroj në përdorim. Po, masi e pa të mbo emisionin, kanë ndodhur disa vize, më kanë dalë në rrugë edhe më kanë falendru, ka thonë na me vite nuk i kemi ndru. O zot. Dhe më thonë, ajo shpuza duhet ndrohet sa ma shpesh, edhe nuk kushtojnë shtrajt. Kushtojnë shtrajt, dhe me thonë. Edhe leckat, edhe mundësisht sa ma shpesh për arsye se tani ato bëhen burim i infeksionit. Rrasat ku prehet, sidomos mishi, po edhe para se me gatu, dhe me thonë ushqimin, të lanë dur të mirë. Ata personat cilët gatuin, mës të kanë thoj, po më vjen keq, po kur i shoh do emisione, dhe më thonë që i gatuin, me thoj, është diçka shumë e rëndë. Të paktën përdorin dorëza ata kur gatuin. Edhe kuzhinjerët cilët janë profesionist, kontrollohen në mënyrë sistematike, sa i përket edhe infeksioneve që mund mi përhap përmes fytit, po edhe përmes jashtë ushqimet mos të lehen jashtë frigoriferit, për shembull e ke gatu ushqimin po do për nesër me shfrytzuese, për mas nesër, dikur nuk ka kohë me gatun për 2-3 ditë. Le të futen ato kontejnerat e plastikës, ruhen në frigorifer, për arsye se mund të kontaminohet dhe duke u mundu me kursy e rrezikon veten. Po, a mund të kontaminohet një mish i marinuar që e lën për nesër? Në qoftë se lehet në temperatura të larta po, gjithçysh po.